Fjalës së kryeministit Rama në prezantimin e librit të diplomatit Chris Hill. Ndërkaq të ndalemi në të tjera zhvillime në Ballkan, pasi Bullgaria u trondit nga një protestë masive ku dhjetra mijëra njerëz protestuan kundër qeverisë të hënën. Ky ishte një nga tubimet më të mëdha pas më shumë se një dekade në Sofje. Shkaku ishte tërheqja e qeverisë nga një premtim për të tërhequr projektligjin e buxhetit të vitit të ardhshëm, i cili parashikon rritjen e disa taksave. Partitë opozitare të Bullgarisë paraqitën një vot mosbesimi kundër qeverisë së pakicës së kryeministit vetëm disa javë përpara se vendi ballkanik të jetë gati të bashkohet me euro. Mocioni i paraqitur të premten vjen pas protestave mbarkombëtare, të cilat opozita tha se tregojnë dështimin e politikave ekonomike të kabinetit. Megjithatë, kryeministri është zotuar të qëndrojë detyrë për të siguruar stabilitetin. Ndërkaq, për të folur për këtë zhvillim, kam kënaqësi të kem kolegen Kristina Teneva nga novinita.bg. Kristina, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Çfarë po ndos në Bullgari? Më trego pak këto protesta. Ne si Ballkanas na kujton ndoshta edhe skenat e Beogradit, të gati pak muajve më parë. Held in Belgrade recently. Në Bullgari po ndodhin gjëra shumë interesante, por unë kam një lajm të ri, sepse tani kemi gjëra të reja që kanë lidhje me situatën tonë në Eurozonë. Natën që kaloi, mbrëmjen që kaloi, ne morëm një lajm nga gjykata e drejtësisë në Luksemburg, që thoshte se Bullgaria mund të bashkohet me zonën euro duke filluar nga janari. Por por ne do të vazhdojmë të insistojmë për çështjen tonë, do të vazhdojmë të ngrem zërin. E kuptoj, Kristina, tani padyshim, po, të dëgjoj Kristin, thjesht kam një pyetje lidhur me protestat. Pra, okay, çfarë ndikimi ka ky vendim tek protestat? This was one of things that the people want. Bulgarian people. Qytetarët bullgar ose arsyeja kryesore për protestat që po mbahen në Bullgari ishte buxheti qesharak i qeverisë. Por një arsye tjetër është se qytetarët bullgar kanë frikë nga aderimi në Eurozonë dhe duan të vazhdojnë të kenë valutën e tyre dhe pasi nuk duan të pranojnë euron dhe për këtë është kërkuar edhe dorëheqja e qeverisë. Ne nuk duam një seri politikash të artuara nga pushteti. Kjo është arsyeja kryesore pse protestojmë. Për këtë arsye, përveç se në qytetet e mëdha, protesta po mbahen edhe në qytetet e vogla. Qytetarët bullgar kanë aderuar te kjo protest sepse ne duam që të ruajmë çmimet, të kemi çmimet të ulta për ushqimet tona dhe produkte të tjera. Dhe perspektivën e euros qytetarët bullgar nuk e pëlqejnë. Kristin, çfarë pritet ndodh tashmë? Ka në një projekt, sepse ajo që bëri përshtypje ishte që kishte shumë të rinj. Gjenerata Z, pra ka qenë ajo që ka udhëhequr këtë protestë apo jo? Yes. Oh, this is very interesting. Unfortunately, është diçka shumë interesante. Doesn't show the reality.
But the Gen Z is wonderful. Gjenerata Z është e mrekullueshme. Unë jam nën e 2 fëmijëve që i përkasin kësaj gjenerate dhe ata janë shumë ndryshe nga ne. Ata kanë një qëndrim të tyrin për gjëra të caktuara dhe parapëlqejnë të shprehen, të tregojnë atë që mendojnë. Por fatkeqësisht media nuk tregon këto. Also social medias show Por the tregon reality, generation and believe me, I think Pra, and I believe unë that, besoj se kjo gjenerat do të vazhdoj përpara me idetë e saj dhe se është gati të punoj që Bullgaria të kthehet në një vend ku njerëzit të bëjnë një jetë normale. Kristina, çfarë pritet ndodh në ditën e vijim? Ka njoftime për protesta të tjera më të fuqishme? Big protest here in Sofia. Ka plane për një protestë të madhe këtu në Sofje dhe pritet të ketë provokime pasi në të gjithë vendin protesta e 1 dhjetorit ishte paqësore, ndërsa më pas rreth 50 persona u shfaqën në manifestim duke provokuar të pranishmit dhe madje edhe policinë. Por kjo nuk është protesta e vërtet, pasi ajo do të filloj pas orës 10 dhe do të vazhdoj edhe pas deri në mesnatë. Things that happen because all sepse të gjithë të rinjt they have slogans, dalin me parulla already we have new songs dhe këngë të reja dhe që janë këngë që lobojnë për ndryshimin. Kristina, kam një pyetje tënde. Ti si gazetare vjetër që njeh shumë mirë politikën dhe realitetin, mund të më thuar sa gjasa ka që qeveria të dorëhiqet nga këto protesta, duke njohur edhe qasjen e kryeministit tuaj? Maybe every moment ndoshta në çdo moment ata po e kuptojnë se situata tani është shumë e vështirë për ata. Ata vazhdojnë të qëndrojnë në pushtet, por do ta kenë të vështirë pasi njerëzit po protestojnë dhe kanë nisur të bisedojnë dhe t'i përhapin idetë e tyre mbi problemet që kanë qytetarët bullgar, ndaj dhe presioni mbi qeverinë, mbi politikanët tanë është rritur. Kur të hënën u mbajt protesta e madhe këtu në Sofje, njerëzit e mbledhur ishin mbi 100.000 dhe një ditë më vonë politikanët heshtën dhe të gjithë filluan të mendonin se diçka kishte ndodhur. Pas kësaj ata nisën të publikonin në rrjetet e tyre sociale 2 apo 3 fjali, mesazhe me 2 apo 3 fjali,
por refuzonin të bënin komente. Për këtë arsye, mendojmë se mund të kemi zgjedhje të reja, ndoshta një qeveri të re, dhe ndoshta nuk do të fillojmë të përdorim euron. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por Krishtlindje do të jenë shumë interesante. Kristina Teneva, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Të uroj punë të mbarë, se padyshim janë ditë intensive këto për ju aty në Bullgari dhe shpresoj gjithçka të shkojë mirë. Mbi gjitha, jo mbi gjitha, por për qytetarët. Për qytetarët e Bullgarisë, se politika ikën dhe vjen. Faleminderit Thimi për ftesën, ishte kënaqësi edhe për mua, për ne qytetarët bullgarë shumë e rëndësishme që njerëzit në të gjithë botën të dinë të vërtetën, sepse aktualisht media tona nuk japin informacionin real. Dhe nëse do ju duhet më shumë informacion, të lutem më thuaj. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, Kristina. Ishe kolega Kristina Teneva nga Novinata.bg, gazetare dhe drejtuese e kësaj medie të pavarur në Bullgari, ku thon një pasuri të asaj çfarë ndodh. Edhe pse është miratuar të nisë në datë 1 janar përdorimi i euros, ka një kleçkë ligjore, cilën Kristina tha dhe megjithëse mund të ketë një shtyrje të implementimit të përdorimit të euros në Bullgari, që duhet të nisë nga 1 janar 2026. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet e fundit nga vendi, rajon dhe bota. Shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund të ndiqni dhe në radio tashmë në frekuencën 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolega Nensi Islamukaj për zhvillim kryesor të ditës. Bashk do të shihemi sërish të hënën në orën 12. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.